Mirë se erdhët në episodin e radhës të dish apo të kesh më mirë të dyja. Episodi sotëm në fakt do të jetë një ritheksim i atyre çfarë ne kemi diskutuar në seritë e mëparshme, gjithashtu edhe një kalim në vlera konkrete për të kuptuar pak më mirë përfitueshmërinë që ofron fondi i pensionit privat. Tema e sotme ka të bëjë pikërisht pse fondi i pensionit privat është një investim afatgjatë dhe i zgjuar. Për këtë kam kënaqësinë të kem sot Entela Lani, antare e fondit të pensionit për disa vitesh tashmë dhe njëkohësisht përgjegjëse e njësisë të marrëdhënieve me klientët pranë Credins Invest. Entela, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Esi, është një kënaqësi të jem sot këtu me ty. Gjithashtu dhe për mua. Për ta nisur vite më herët, çfarë ju shtyu ta merrni vendimin për t'u antarësuar në një fond pensioni privat? Më parë se t'isha stafi i Credins Invest, kam qenë kliente e fondit pensionit privat. Nuk ishte një iniciativë që e mora unë personalisht, por ishte një skem që ish punëdhënësi im e krijoi. Ishim dakord për momentin, diçka e mirë, pozitive, gjykuam që ishte okay. Informacion më parë nuk kemi pasur, po dhe në momentin që u antarësuam, nuk është se u thelluam si ishte produkti, çfarë përfitimesh do kishim, sepse në moshat të caktuara, të mendosh për fondin e pensionit, sidomos kur je në një moshë të re, është gjëja e fundit që të shkon në mendje, sepse e gjykon që është shumë larg. Kështu që nuk, për momentin për mua nuk përbonte ndonjë interes, nuk isha interes. Sa vite më herët ka filluar? 14 vjet më parë. Pra nga që nga momenti i licencimit. Krahasuar me periudhën që ju keni filluar me antarësimin në fond dhe deri tani, si ka ecur fondi i pensionit, si është zhvilluar tregu? Kjo përfshin një pjesë të historikut të fondit të pensionit dhe është diçka të cilën ne kemi me shumë dëshirë dhe sa herë që bëjmë prezantime apo trajnime të agjentëve, minutat e para ja kushtojmë pikërisht historikut, si ka qenë dhe si ka evoluar deri më sot, si ka qenë koncepti për fondet e pensioneve, sjellja e klientëve, do të thonë pritshmëritë që ata kanë pasur dhe si është situata sot. Ka një ndryshim shumë të dukshëm. Më parë duke gati si një mision i pamundur, njerëzit ishin skeptik, informacioni mungonte, ishin shumë të ngurtë në vendimarrje dhe duke puna shumë e vështirë, duke gjë shumë e vështirë. Megjithatë kanë ndryshuar shumë gjërat sot, informacion ka pafund, janë të gjithë të ekspozuar ndaj informacioneve si për fondet e pensioneve, ashtu edhe për produkte të tjera financiare. Ne në përditshmërinë tonë përpiqemi që ta bëjmë këtë produkt të funksionojë, po si do funksionojë një produkt? Një produkt funksionon më së miri kur atë e njeh siç duhet, ja njeh të gjitha detajet, kur ti e beson atë si produkt dhe e do si produkt. Vetëm kur arrin në një stad të tillë, ti mund të japësh një zhvillim dhe në gjithë këtë rrugutimin ton me sfida, po edhe me suksese njëkohësisht dhe me gjëra për të përmirësuar her pas here, ka një rol shumë të rëndësishëm edhe agenti ynë kryesor që është Banka Credins, do me thënë pa mbështetjen e të cilit kjo gjë nuk do ishte ku është këtu sot. Kaq mirë realizueshme. Duhet përmendur në fakt që fondi i pensionit privat sa është një produkt ekonomik dhe financiar patjetër investimi, aq edhe është një produkt social. Pra, pensioni shtetëror i jep vlerë që klientët, antarët e fondit të krijojnë një standard jetese dhe në moshën e pensionit dhe të mos kenë atë hendekun nga paga në pension. Si do e përshkruanit ju diferencën midis pensionit shtetëror dhe atij privat? Tema e pensioneve është një temë me interes shumë të gjerë shoqëror dhe është një temë aktuale. Ne të gjithë jemi të punësuar, paguajmë kontributet sigurimeve shoqërore, të cilat janë kontributet të detyrueshme dhe në fund do përfitojmë një pension shtetëror që aktualisht askush nuk e parashikon dot dhe ne nuk e dim se sa do jetë ky pension që ne do përfitojmë kur të vi momenti. Ka një alternativë tjetër dhe është një domosdoshmëri që është pensioni privat. Në momentin që ne do shkëputim marrëdhëniet e punës dhe do përfitojmë pensionin e pleqërisë, pensionin shtetëror, duhet që të kemi marrë një masë shtesë që atë reduktimin drastik të ardhurave që ne do pësojmë në atë stad, të mundemi ta kompensojmë me pensionin privat. Dhe në pensionin privat ka diçka ndryshe, sepse ne mund të kemi një synim dhe të bëjmë një planifikim, të ndërtojmë për veten tonë një strategji që të përcaktojmë se ku duhet të jemi, sa duhet të kursejmë
dhe për sa kohë duhet ta bëjmë këtë kursim. Pra ne mund të ndërtojmë skenar nga më të ndryshmet për të siguruar një pension privat shtesë. Ka dhe një ndryshim fondi i pensionit shtetëror nga pensioni privat, një ndryshim që është i qëndësishëm. Nëse punon një individ gjithë jetën, paguan kontributet sigurimeve shoqërore, nëse arrin moshën e pensionit, do ta përfitojë këtë pension pleqërie dhe nëse nuk jeton, ky kontribut humbet, nuk e përfiton askush. Është ndryshe me fondin e pensionit privat. Çdo kontribut i paguar, edhe në rast se antari i fondit pensionit nuk jeton, është i trashëgueshëm, e përfitojnë trashëgimtarët. Pra, është një kontribut i cili nuk të humbet në kohë. Faleminderit që përmendët një nga tiparet e fondit të pensionit privat, që është fakti që ai është i trashëgueshëm edhe nuk humbet, ndryshe nga pensioni shtetëror. Përmendim disa tipare të tjera të rëndësishme nga gjithë shporta e benefiteve të mira që ofron si produkt financiar. Benefiti fiskal që ofron fondi i pensionit. Fondi është e vërtet që fondi i pensionit privat ka një benefit fiskal. Ky benefit vjen edhe në nivel individi, edhe në nivel subjekti apo në nivel punëdhënësi. Që do të thotë, çdo antar i fondit të pensionit që paguan kontributet e veta i njihen të zbritshme për efekt taksimi. Po ta shprehim me një shembull konkret, të bërë sa më e kuptueshme dhe sa më e qartë. Më mirë. Nëse benefiti fiskal merret në nivel individi, një individ i cili është i punësuar, nëse e bën të aplikueshme nga paga e tij bruto, të zbritet kontributi pensionit vullnetar dhe më pas të ndalet tapi, pra tatimi mbi të ardhurat, atëherë ka marrë direkt benefitin fiskal që jep ky ligj. E njëjta gjë është edhe në nivel punëdhënësi. Punëdhënësit, të cilët ndërtojnë skema profesionale, për të gjitha kontributet që ata paguajnë në harkun kohor 1 vjeçar për stafin e vet, për punonjësit e vet, u njihet si shpenzim i zbritshëm. Pra është benefiti fiskal në këtë rast. Për ta përmbledhur në rastin e individit, po marrim vlera po themi fiktive në këtë rast. Një individ që ka një pagë bruto 120.000 lekë të reja dhe vendos të kontribuojë për fondin e pensionit në muaj 20.000 lekë të reja, paga e tij tatohet, pra vetëm për efekt tapi, jo për efekt sigurime shoqërore dhe shëndetësore, tatohet për diferencën midis pagës bruto fillestare minus kontributin e fondit të pensionit, dhe ligji ka dhënë një incentiv shumë të mirë që kontributi vendoset në një kolon të caktuar në formatin e isigut, në mënyrë që të bëhet më e thjeshtë dhe për llogaritja dhe të krijohet një lehtësi edhe për anëtarët e fondit. Tipari tjetër shumë i rëndësishëm, efekti i kohës. Si do e përshkruanit? Koha ka shumë rëndësi në fondin e pensionit, sepse investimet në fondin e pensionit konsiderohen investime afatgjata. Ne kursejmë dhe investojmë sot për të ardhmen deri kur të mbushim moshën e daljes në pension. Nuk është një investim të cilit ti fitimin do ja marrësh tani në moment. Ka produkte të tjera financiare të cilat e kanë fitimin në afat shkurtër. Fondi i pensionit është një produkt financiar që karakteristikën kryesore ka investim afatgjat. Pra investojmë tani për të përfituar në moshën e pleqërisë. Kjo varet njëkohësisht edhe nga momenti kur ti antarësohesh në fondin e pensionit dhe sa kohë do kesh ti në dispozicion. Dhe ideja është që sa më herë të antarësohesh, aq më kohë ke në dispozicion dhe mund ta nisësh dhe me kontribute me vlera modeste dhe për të arritur në një vlerë që do të bëjë një sens ekonomik në të ardhmen. Pra, sa më herët në fondin e pensionit mund ta nisësh me vlera më modeste dhe sa më afër të jesh moshës së pensionit, kontributet duhet të kenë vlera më të konsiderueshme. Prandaj duhet kapur ai momenti që duhet filluar herët. Sa më herët aq më mirë. Në përgjithësi njerëzit priren duke thënë që kemi kohë për të investuar, ka kohë, nuk po e filloj tani. Është tipar shumë i lëm gjithmonë gjërat për më vonë, ndoshta për të gjetur ato momentin më të favorshëm, momentin më të përshtatshëm. Për të përmendur interesin e përbërë tek fondi i pensionit, si funksionon në terma të thjeshtë? Atëherë, koncepti interesi të përbërë është karakteristik e fondit të pensionit interesi i përbërë, që do të thotë një individ i cili supozojmë që investon një vlerë X ose 5.000 lekë në fondin e pensionit. Në krye të një muaji ka kumuluar vlerën 5.001 lekë.
Nëse do vazhdoj përsëri të qëndroj i investuar, interesit nuk do kalkulohet mbi kapitalin fillestar, mbi vlerën fillestare 5.000 lekë të depozituar, por do kalkulohet mbi 5.001 lekshin. Dhe ajo është në formën e një interesi progresiv. Po ta shprehim të bëjmë një analogji që t'jetë dhe shumë e kuptueshme për publikun e gjerë. Po e krahasojmë me ortekun e borës. Në trajektoren e vet, duke përshkruar trajektoren, duke marrë stres pas strese, atëherë kështu është edhe interesi për borë që akumulohet. Entela, për të bërë një krahasim të thjeshtë tani dhe për të kaluar në vlera konkrete. Kemi dy kontributor, po themi, në fondin e pensionit, një në moshën 25 vjeç dhe një tjetër në moshën 45, po marr rastin. Praktikisht u duhet secili 40 vite për të dalë në pension dhe 20 vite për të dalë në pension. Për të bërë një krahasim të vlerave që akumulohen dhe më tej pastaj të fazës së shpërndarjes në fondin e pensionit me kalkulatorin që kemi. Duhet përmendur që kalkulatori gjendet edhe në website-in e Credence Invest, në homepage, secili mund të përdori kalkulatorin për të bërë skenarët e vet dhe për të parë se si shkon vlera dhe akumulimi në fondin e pensionit. Marrim rastin e individit 45 vjeçar, që i duhen 20 vite ende aktive pune për të dalë në pension. Si shkon vlera e kontributit në fazën e akumulimit? Ligji i fondit të pensionit sugjeron që kjo vlera e përfituar të shpërndahet minimumi në 24 muaj. Pastaj kohëzgjatjen çdo individ mund ta bëjë sipas interesit të vet personal. Ideja është që sa më gjatë ta përfitoj këtë pension në kohë, aq më me leverdi është, sepse edhe këtu kemi interesin e përbërë. Pra, pavarësisht se ne kemi filluar të shpërndajmë fondin e pensionit, ta përfitojmë ato çdo muaj, vlera e mbetur akumulon interesa, sepse është ende në investim. Dhe ideja është sa më gjatë të jetë në kohë, aq më i lartë është interesi që ne marrim. Po, njëjtë si te faza e akumulimit. Po. Shkon interesi po njësoj. Dhe në qoftë se ne e nisim vlerën në shpërndarje dhe kemi akumuluar 1.916.000 lekë, kur të jetë zeruar llogaria, të ketë mbaruar pagesa e kontributeve, nuk është tërhequr më vlera 1.916.000 lekë, po janë tërhequr neto 2.931.000 lekë për këtë vlerë. Që do të thotë është pjesa e interesit që ne kemi akumuluar gjatë fazës së përfitimit. Pra interes në akumulim dhe interes dhe në shpërndarje. Dhe është dhe forma më e mirë, duhet thënë, në krahasim me marrjen në pagesë të menjëhershme të fondit të pensionit, sepse produkte të ndryshme kanë tipologji të ndryshme. Pagesa e menjëhershme ka tatimin, po, që nuk është se intereson shumë individit që të paguaj atë tatim, është tatim total. Ndërsa ndryshe është kur e shpërndan në 24 muaj dhe më gjatë, sepse tatimi do jetë vetëm mbi fitimin, pa u prekur kapitali. Dhe më konkretisht, ky individ, i cili për 20 vite ka paguar nga 5.000 lekë çdo muaj, kapitali vetë investuar është 1.200.000 lekë. Po. Ka fituar interes gjatë periudhës kontributive 716.000 lekë, gjatë fazës që ka përfituar pensionin e pleqërisë ka akumuluar 451.000 lekë, pra total interesi fituar është 1.1 milion lekë. Pra gati ai sa çka paguar kontribute. Ndërkohë, këtu jemi vetëm te fitimi që ka ky lloj investimi. Këtu nuk e kemi përfshirë benefitin fiskal. Pra, në qoftë se ne do bëjmë të zbatueshme, siç bëjmë me individët në për institucione shtetërore dhe private, që këto e kemi po e bëjmë në bazë proces. Shumë është një proces që aplikohet pothuajse për ditë me gjithë klientët e rinj që kemi. Ne kemi fitimin nga pagesat e kontributeve kur bëhen nga paga bruto, kur bëhen të zbritshme. Për shembull, supozojmë ky ligji i miratuar për fondet e pensioneve private njeh për vlerë maksimale të zbritshme për efekt tatimi pagën minimale. Vlera e pagës minimale tani në 2026 u bë 50.000 lekë. Po, nga 40.000 që ishte. Është limiti që ligji e njeh të zbritshëm për efekt taksimi. Dhe për individin pra dhe për punëdhënësin po e theksojmë këtë. Që një shpesh ka paqartësi.
Po, që njihet si shpenzimi i zbritshëm. Po ta shpjegojmë pak këtë në terma financiar, në terma konkret. Një individ i cili paguan vlerën e pagës minimale, pra një kontribut prej 50.000 lekë në muaj, dhe ka një pagë të taksueshme të nivelit 23%. Duke përfituar dhe duke reduktuar vlerën e taksueshme, pra duke zbritur këtë nga paga bruto, realisht ky individ paguan 38.500 lekë, kaq që ka diferencë në pagë, por në fondin e pensionit kontributi do i shkoj 50.000 lekë. Pse ndodh kjo? Sepse është taksuar për pagë më të ulët se paga reale që ka. Pra tapi, siç e përmend edhe pak më parë, tapi është i llogaritur për pagën bruto kur zbritet kontributi. Po. Kështu që vlera që paguan më pak në tatim është në 11.500 lekë në muaj. Pra një individ edhe një herë i taksuar me nivel pagë 23%, me një kontribut 50.000 lekë, paguan në vlerën 11.500 lekë tatim më pak në muaj. Dhe ky individ, duke po ta llogarisim për 10 vite këtë tatimin, për 12 muaj dhe 10 vite, ka paguar tatim më pak në shtet në vlerën 1.380.000 lekë. Të reja këto, tatim më pak i derdhur. Kjo është vetëm në pjesën e benefitit fiskal kur ti e shfrytëzon ligjin te paga bruto që shfrytëzon benefitin fiskal. E një dhe shfrytëzon benefitin fiskal që të jep ligji. Këtu nuk kemi llogaritur këto që bën te kalkulatori, pra është tjetër fitim në kalkulator plus që i shtohet dhe ky fitim. Benefiti fiskal, po, shumë e qartë. Për të bërë një krahasim tani me një 25 vjeçar i cili ka ende 40 vite kontribute në fondin e vet të pensionit, po supozojmë të njëjtin nivel kontributi, po, për 40 fat më të gjatë kohor. Dhe dalim përsëri te ai diskutimi që kishim më parë, që sa më herët aq më mirë dhe sa më afër moshës së pensionit, aq më tepër duhet që të kemi kontribute të konsiderueshme, duhet të investojmë më tepër. Marrim rastin 5.000 lekë të reja në muaj, për 40 vite kontribute, qëndrojmë tek e njëjta normë kthimi, pra marrim normë referencë atë të vitit më të fundit. Realisht, një individ për 40 vite me vlerë kontributi mujor 5.000 lekë paguan 2.400.000 lekë të reja. Shtuar këtu dhe normën e kthimit, kjo vlerë shkon në 6.494.300 e pak lekë. Këtë vlerë totale, mëtej, ky antar mund ta shpërndaj. Shpërndarjen e kemi lënë po prap për 10 vite. Në shpërndarje qëndron po prap ajo që ju përmendët pak më parë, norma e kthimit qëndron po aty, vlera qëndron po prap e investuar dhe deri në momentin e zërimit të kësaj vlere, klienti fiton ende interesa. Në fund të këtyre 10 viteve të tjera, pra nga dalja në pension plus 10 vite të tjera cilat antari shpërndan këtë vlerën totale të fondit, totali i tërheqjes së tij bruto është 8.024.000 lekë të reja. Interes këtu i fituar gjatë fazës së akumulimit pra të pagesave të kontributeve është 4.094.000 lekë, ndërkohë që interesi akumuluar gjatë fazës së pensionit, pra në fazën e shpërndarjes kur ai ka stopuar këto kontribute, është në vlerën 1.529.000 lekë. Nafa gjatë me këtë vlerë shkon gati 1/3, pra investim 2.400.000 për përfitim total vlerat që përmendëm më sipër. Ka një benefit shumë të lartë fakti që të fillohet sa më herët. Është ajo që ju thatë. Dukshëm ndryshimi, është shumë i dukshëm sepse koha përbën një diferencë shumë të madhe. Të dy individët janë duke paguar të njëjtën vlerë kontributesh, vetëm se individi i parë, ai që është më i ri, ka dy fishin e kohës në dispozicion dhe detyrimisht do akumuloj më shumë. Edhe këtu roli i interesit të përbërë ndryshon. Kështu që prandaj i jemi duke jepni plus xha më të madh nga. Po, është shumë e leverdi që të fillohet herët. Bazuar te eksperienca juaj e përditshme me klientët, cilat janë ata klient grup moshat më të interesuara për fondin e pensionit? Një 25 vjeçar vjen me vullnetin e tij për të pasur këtë si produkt financiar në shportën e vet të produkteve, apo jeni ju ata që i sugjeroni më tepër?
25 vjeçarët janë të rrallë ata që janë të interesuar për fondet e pensioneve dhe jo vetëm, ka një kategori të vogël, po që na vjen mirë kur i shohim që kanë interes dhe kanë kuriozitet, duan të mësojnë si funksionojnë skemat, sepse e gjitha është dhe çështje kulture financiare, po dhe çështje eksperience. Duke u futur në këto produkte, duke mu antarësuar edhe me vlera të vogla, ata mësojnë dhe krijojnë një eksperiencë, fitojnë edhe besimin dhe pastaj për të futur në investimet të tjera me vlera më të mëdha. Po kjo është një, domethënë, mund të them që është një grup i vogël. Në tërësi, pjesën dërmuese, 25 vjeçarët nuk e mendojnë fare fondin e pensionit dhe kur u thua fondin e pensionit të shikojnë që a jenë të rezi. Është një produkt shumë larg nga synimet e tyre momentale. Mendohet, sepse është një tendencë në atë moshë që, mund ta kenë aftësinë për të kursyer, po këtë aftësi për të kursyer ata e fokusojnë në shpenzim, kursejnë dhe shpenzojnë, dhe është më e vështirë që të kursesh dhe të investosh. Ajo vjen në një moshë më të vonë. Pra grup mosha më e shumt në fondin e pensionit, numër më të lartë janë ata që kanë goxha vite pune, ndoshta nuk janë shumë afër moshës së pensionit, por e kuptojnë thelbin e produktit dhe duan një siguri pak më afatgjatë. Pa dyshim që moshat e reja kanë të tjera interesa, e shikojnë shumë larga të ditë, kanë prioritete të tjera dhe moshat më të mëdhaja mund të mbarojnë edhe detyrimet me fëmijët, me shlyerjet e kredive dhe ajo që do mendojnë dhe që i prek më tepër që është më me interes për ta është dita kur do dalin në pension, se është e afërt dita dhe koha ikën shumë shpejt. Siç e ka traditë edhe podcasti ynë, një mesazh për mbyllje, për antarët e fondit pensionit ose ndoshta edhe për ata klientë të cilët janë akoma skeptik në duhet ta nisin apo jo antarësimin. Nëse nuk e ka nisur antarësimin në fondin e pensionit, ta nisin tani, momenti është tani. Asnjëherë e thash dhe më parë, nuk duhet të pritet kur është momenti duhur, kur do kemë mundësi, thjesht filloje. Ajo që ka rëndësi për të bërë në fondin e pensionit është që të kesh një synim të caktuar, të ndërtosh një plan dhe një strategji dhe ky plani duhet të jetë afatgjatë, por njëkohësisht kërkon edhe një disiplinë, duhet të jesh i disiplinuar dhe i vendosur në këtë lloj investimi, sepse është produkt i tillë, është karakteristikë e tillë e produktit që ti duhet të jesh shumë konsistent. Dhe është nga produktet që t'jep një kulturë financiare shumë të mirë krahasuar me të tjerë. Dhe unë do ta theksoja dhe do ta veçoja nga gjitha produktet e tjera financiare. Ka produkte pafund, po pensioni duhet të jetë një produkt që duhet ta ketë gjithë secili, sepse ne themi në fondin e pensionit që bleva kuota, investova me kaq lek, disponoj kaq kuota, kam bler kuota. Literalisht në të vërtetë ke bler sigurinë tënde financiare për të ardhmen. Është një vendimarrje që ty do t'japi siguri, do t'japi pavarësi, do të bëjë që ti të mos kesh mungesa kur të vijë momenti i pleqërisë, që ty do të reduktohen të ardhurat, nuk ke burime të ardhurash dhe nuk ke njëkohësisht as kohë për të investuar, nuk ke çfarë bën. Sepse koha tashmë ka kaluar. Pra mesazhi im është që nëse s'ke investuar, filloje sot. Filloj me hapa të vegjël dhe të sigurt. Shumë e drejtë. Entela, shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë bisedën që zhvilluam sot dhe shpresojmë që dëgjuesve por edhe institucioneve tu kemi dhënë një panoramë ndoshta pak më konkrete të fondit të pensionit. Bashkë do të dëgjohemi sërish në episodin e radhës. Faleminderit.